Dosja e SPAK në lidhje me hetimet për tenderat në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit ka vënë në lëvizje të akuzuarit. Mirlinda Karçanaj, drejtuese Akshi, ka deleguar kompetencat drejtuese. Karçanaj e vendosur në masën e sigurisë, arrest me burg dhe akuzuar për shkelje të barazisë në tendera, i ka kaluar kompetencat drejtuese tek Romina Kostani. Po ashtu, Karçanaj ka deleguar edhe kompetencat e titullarit të autoritetit kontraktor për Akshin, ku vendimarrjet që lidhen me çështjet e sigurisë kibernetike do të ushtrohen nga Enis Ylli. Ndërkohë, avokati mbrojtës i Ergys Agasit, Max Haxhia, ka shkuar sot në SPAK për të njohur me dosjen në ngarkim të klientit të tij. Haxhia tha se Agasi nuk është arratisur, por ndodhet jashtë vendit për të lidhur një marrëveshje në fushën e biznesit. Sipas Haxhis, Agasi nuk ka pasur asnjë përfitim nga tenderat dhe personi që akuzohet se ka vërduruar të rëmbehej, Gerond Mençen, nuk e njeh fare.